Tommaso Baldanzi është një futbollist që njeh mjaft mirë Cristian Aslanin, të dy kanë krijuar miqësi në vitet e Empoli, ku mes fushori shqiptar dhe ai, i cili tashmë është pjesë e Romës, kanë ndarë edhe dhomën. Nuk i kam quar ende mesazh se nuk desha ta bezdisja, pastaj u takuam pak kohë më parë. Kemi një raport të bukur, dëgjohemi shpesh, jam me të vërtetë i lumtur që ka arritur një objektiv të tillë, tha Baldanzi për Kronaket Spogliatoio sa i përket pranisë së Aslanit në finalen e Champions League. Ishim në një dhomë bashkë, e kam shumë shok, por kishte një defekt të madh, nuk dëgjonte orën mezile. I vendoste një orë gjysmë më përpara, kështu që një ditë nuk durova më dhe i thash: "Ndalo, i vendos unë dhe të thras." "Më kujtohet ende", tha ai duke qeshur, teksa kujtonte vitet e Empoli kur të dy u ftuan në ekipin e parë paralelisht. Kur mungonte ndonjë lojtar, na ftonin në ekipin e parë për stërvitje, vraponim si të çmendur. Unë dhe Aslani ishim të vegjël, por ndërroheshim në dhomat e zhveshjeve me ta dhe na trajtonin të gjithë sikur të ishim pjesë e grupit, tregon Baldanzi.